edhe tash deri sot janë ndryshëm mikrofonin me tushit se nuk na ndëgjon, për shembull, mund veç me rapo, atë do të më lyt pantomime. Kështu që jemi në rregull tash me tush? Po, alush. Tash jemi në rregull edhe na përfaqëson edhe musafirin me tushi. Po, mirëmbrëma në sonte në emisionin Radio Linjës, po ditë e premte, ditë vikendi për ata që dojnë ta shijojnë, ne punojmë, vazhdojmë punën në realitet prej atyre ditëve që i kemi normale me punë të rëndomta. Kemi radion, ne kemi radion si emision relaksues të ditëve të premte, edhe ftojmë musafir që na relaksojnë. Na ndihmojnë që ta kemi vikendin ndoshta edhe më të mirë. Kësaj radhe me neve Lida Berisha, mirë se vjen sonte në emisionin tonë. Faleminderit për ftesën. Me tush të alush. Faleminderit shumë edhe Lida që na erdhe, edhe kjo është ajo kënaqësia sepse tash na promovojmë shqiptar edhe që kanë lind këtu, edhe që kanë ardhur vegjël, po mirë po edhe që kanë ardhur dje, për shembull. Këtë rast e kemi Lidën që ka ardhur para disa viteve, diku 2017 me një sukses të madh në karrierën e asajna, edhe normal që ka vendosur me jetu në Norvegji. Edhe tash ta tregon edhe Linda se çfarë projekte të ardhme ka mi pas, është shumë mirë për neve me përcjell, edhe në njëjtën kohë më mbështet edhe më bashkangjit. Por ajo që është më e mira që Lida ka bërë edhe një libër, Meet the Balkans, që është promovu në Kosovë, në Shqipëri, tash normal që edhe në Norvegji këtu, do të njoftoni edhe ju. Është një libër shumë interesant që ta dim vetveten, identitetin, se çfarë jemi në atë Ballkanit, e sidomos shqiptarët. Po, para se të fillojmë atje, Lida, ne kur kemi musafir për herë parë në studio, kemi dëshirë që ta dim, na tregon vetë atë Wikipedian musafiri, biografinë e vete, në sekvenca të shkurta se kush është Lida, prej kaje vjen. Po. Unë jam Lida Berisha, vi nga Lugina e Preshevës, ku tash jam autore e librit Meet the Balkans. Këtu në këtë libër i kam përfshirë gjithë përvojat e mia, shumë vjeçare në Ballkan, sepse kam lind dhe kam jetuar atje një kohë gjatë. Por unë kur flas për veten nuk them se jam vetëm nga një vend, sepse më ka ratë lëvizjen për shumë vende gjatë studimeve, pastaj me punën që kisha me ambasadën, më ka ratë të udhtoj edhe tamam ta quaj vetëm ballkanase kështu 100%. Edhe pastaj edhe ardhja në Norvegji pas disa viteve, edhe tani jetoj këtu edhe veproj. Për momentin po, e kam këtë projekt që e kam mbaru, tash do vazhdoj edhe me disa projekte për diasporën, libri do ta ketë një vazhdimsi për diasporën dhe aty ku do të ceki tema edhe për se si kanë emigruar në fillim, pastaj do të jetë satire lehtë, po jo, do të ketë histori të ndryshme, do të ketë ilustrime, do të jetë diçka interesante për integrimin, për gjithë procesin e diasporës, si janë gjinë këto, si kanë ardhur edhe kështu me radhë. Para se të vazhdojmë, pse Norvegji? Pse Norvegji jam këto, po, erdha si që seka, unë kam punu me projekte, kam koordinu dhe kam mëthesh shumë projekte me ambasadën, bashkëpunim me ambasadën amerikane në Serbi. Edhe pastaj erdha këto si Peace Scholar, isha me Nansen Academy, ku vazhdova dhe një semestër për në Gender Studies, që ishte për barazi gjinore në vendet nordike. Pastaj vazhdova jetën këto. Edhe kur të vish në Norvegji për herë të parë është ajo që ti bien dashuri me sistemin, edhe pse kultura është komplet një kontrast absolut me Ballkanin, po është e pamundur mos e ke një farë sigurie që ty t'jep bën të ndihesh mirë, pastaj nëse mëson më tepër, nëse vetëm ambientosh me sistemin norvegjez, është kjo rregullësia, pastaj mirëqenia sociale, edhe e ke shumë të vështirë kthehesh mbas. Ju në realitet Lida the libri ka të bëjë me popullatën në përgjithësi të Ballkanit. Ju keni udhëtuar edhe jashtë në disa vende tjera, ne biseduam pak më herët se para se të futemi në program, ishe edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po, gjatë studimeve. Po, gjatë studimeve. Isha edhe atje, kështu që unë mendoj se unë kam... Mund të thëmë gërshëtimi jytë, sikur atë shpendi shtektarë që i kemi dalë ndyshet, që shkojnë nga një vend tjetër, edhe ku i pëlqen do të kthehen prapë vendin vitin e ardhshëm.
Të kalon përshtypje në një vend tjetër që tash po vazhdon për këto sa vit ishin tani në Norvegji ishit ju këtu? 8 vite, dhe vazhdon të jesh në Norvegji këtu, të kontribosh në atë aspektin shkencor, me shkrimet e juaja, analitet, ulëmtimet e juaja, unë shoh i libër ka një kopertinë goxha të mirë, të fortë, që do të ruhet ndoshta, edhe një foto që në atë të më kthej në atë realitetin tonë shqiptar, se ne kemi pas gjithmonë mbi televizor një tentene, kështu që apo një mundësi thënë asaj na ndryshe, tentene apo diçka tjetër. Po, jam mundu në këtë libër kjo është e zhanrit satir. Jam mundu ta përshkruaj Ballkanin, përditshmërinë e Ballkanasëve. Sa humoristike, në atë aspektin humoresk. Kam përdor ironi, kam përdor sarkazëm. Kjo është gjuha më e mirë që ne dim ta përdorim. Ne si Ballkanas e përdorim humorin, jemi njerëz karizmatik. Kështu që këtu në këtë libër jam mundu ta përfshi përditshmërinë tonë, kush jemi ne, për shembull nga trafiku, çdo temë e prek përditshmërinë tonë, trafiku, pastaj mikpritjen, se shumë kur lëviz nëpër Ballkan, kur jeton për shumë vende në Ballkan, ti e vren mbi krejt ato sfida që i kemi pas gjeopolitike, kemi edhe shumë gjëra të përbashkëta mes veti. Kështu që unë këtu kam dashur të përfshi gjithë Ballkanasit. Për shembull, si jetojmë normal, gjithë kombe apo fe i takon. Jo, po, se Ballkani vjen me shumë ngjyra, Ballkani vjen me është një ka shumë etnicitete, ka shumë fe të ndryshme, kështu që jam munduar ti marr ato edhe më të mirat, po edhe ta kritikoj me një satirë të lehtë, për shembull si mënyra e kohës, për shembull sa jemi të përpekt, pastaj jam mundu të flas edhe për tema ndryshme, për shembull në trafik, pastaj në punë, në shtëpi si jemi, çka na mundon më tepër, çka jo, edhe librin Lida ku mund ta gjejmë ne për shembull këtu siç e thash për shkak aspektin teknik pak të informojmë edhe dëgjues apo shikues tan, neve nuk ja treguam librin, alushin do këtë ka atje, po ishte kam prapa vitu, që shkon domethënë kopertina e librit e botuar në shtypshkronjën apo e shtypur në area. Po. Libri është gjendet në Prishtinë, në gjitha libraritë e Buzukut. Në Prishtinë, në Kosovë, pastaj kemi dhe plane ta sjellim edhe në Norvegji, pasi që ta bëjmë edhe librin numër 2 që do të jetë në gjuhën angleze apo? Në gjuhën angleze kam bërë sepse grupi insinues i ka turistët. Ashtu po. Edhe për neve që na intereson, për shembull, ta njohim më tepër Ballkanin nga afër. Është interesant, është diçka që me të vërtet bën qeshësh me disa gjëra, disa detaje, sepse kur jeton këtu, më duket se syri bëhet më i mpretën dhe për shembull për kulturën e Ballkanit i sheh gjërat pak me një distancë edhe mirat, po edhe të këqijat e vendit. Kur ti krahasosh pastaj me norvegjez, sepse kështu lindi ideja. Pasi që prej gjithë këtyre përvojave që më ka ratë udhtoj edhe takoj shumë kultura ndryshme nëpër Ballkan, unë erdha në përfundim që ne meritojmë ta kemi një guidë sociale, që njerëzit na njohin kush jemi, si funksionojmë ne, sepse ka shumë stereotipe. Unë këto nuk është që kam folur shumë se si, për shembull, këto ka fragmente. Po përmes fragmenteve, përmes ilustrimeve, ata mund ta kenë një pasqyrë më të qartë kush jemi ne dhe si funksionojmë. Kam dashur ta shpreh Ballkanin diçka më kush jemi ne me të vërtetë. Sepse kam hasur shumë stereotipe dhe kështu që thash, okay, ne e meritojmë ta kemi një guidë sociale patjetër. E që sa mirë, për shembull, tash e dim që është në Prishtinë, po a mund ta gjejmë edhe online, që do të me thonë, për shembull për ata që jetojnë në Norvegji këtu ose anë bon botës që na dëgjojnë, që është më rëndësi, për shembull, ndoshta do ta kemi shumë shpejt edhe në këto bibliotekat tona në Norvegji këtu, që nuk është diçka e vështirë, për shembull, veç më porosit, që munden aty me shku me lexu edhe gjëratat e reja, gjëratat e vjetra e kështu me radhë, është mirë se është mirë edhe vetë pak me lexu satire, me ditë jo ato që e kemi të nime, e me të pane, po edhe tjetër kush që ka po edhe që ka ilustru ato si Lida, për shembull.
Po mirë, Lida tash kjo është librave që është aty, edhe normal që tash nuk jenë dalë ti, je tu vazhdu hala, edhe vinë projekte tjera. Një projekt që përmende pak më herët, ta shpalosim pak ato nëse është diçka më sheftësi ose diçka, ta shpalosim se çka po na vjen tjetër projekt. Tjetër projekt do t'jetë vazhdimësi si që ceka e Meet the Balkans, ku do të flasë për diasporën balkanike, do të fokusohem, për shembull për gjitha sfidat që i kam pas deri tani, për si jemi ambientuar, integrimi, pastaj fazat e para gjatë integrimit, si kanë qenë, ku jetojmë, cilët vite kemi lënë vendin, edhe do t'jetë një libër shumë interesant. Edhe me nxit presim është me ilustrime gjithashtu, edhe kur e thek punën e ilustrimeve, je vetë që i bën këto punimet në çdo faqe të shkrimit, autore, ilustratore, kam dëshirë kështu të jetë projekt tamam personal. Edhe ilustrimet janë diçka që tamam përshtaten me fragmentet, edhe lexuesit e kanë një pasqyrë shumë të mirë. Edhe do të flas edhe për këto, edhe për shembull dallimet mes kulturave, si e shohim një kulturë tre, si çfarë faza kalojmë me një kulturë tre, sepse nuk është e lehtë. Kalojmë në për shumë faza, pastaj do të filloj nga faza e parë që është kjo muj i mjaltit në një kulturë, pastaj shoku kulturor, decibellat që folim për shembull, se ne kemi decibellat më lart. Këtu në Norvegji për shembull kur folim ne kemi decibellat e zonit më lart se kemi tash nëse flasim për shembull kontrastin, se kur jeton këto një kohë gjatë, i vren për shembull nuk është e lehtë, por i vren diferencën mes norvegjesëve dhe ballkanasit. Edhe ne kemi shumë kontraste, po ne kemi prap ne si ballkanas, gjërat e mira që i kemi janë mikpritja, është bujaria, është pastaj ky spontaniteti, fleksibiliteti, po është edhe qëndrueshmëria, është kjo përshtatshmëria, ne përshtatemi shumë lehtë me një kulturë tre, krahasim me vende tjera. Edhe pse norvegjezët ose vendet e huaja na kategorizojnë shumë lehtë, për shembull jeni të ardhëm edhe kaq, po duke marrë parasysh për shembull Ballkani, ne përshtatemi shumë lehtë. Po edhe i kemi janë shumë të mira, për shembull fleksibiliteti, po kemi edhe rëmujen, kemi edhe këto gjana që zani i lartë, si që ceke, pastaj kemi nga muzika dasmave. Po, me siguri. Se edhe muzikën e kemi në realitet, talush po flet për zërin, ndoshta, po ne kemi edhe instrumentet që përdorim ndoshta nga ajo. Edhe gjithçka pastaj vazhdon atë formë. Ne e kemi gëzimin e jetës, që nuk e kanë shumë njerëz. Gëzimin e jetës e dojmë jetën, dim ta shijojmë momentin, dim edhe ky spontaniteti. Në Norvegji kur e vren këto, për shembull përpikshmëria, pastaj norvegjezët janë në kornizë. Ne nuk e dojmë kornizën. Ne jemi pak më e dojmë fleksibilitetin, më të hapun, më universal. Sa i përket po përshtatemi lehtë me kulturë, integrohemi shumë shpejt. E mësojmë gjuhën shumë shpejt. Pastaj përshtatshmërinë e kemi edhe është shumë e lehtë. Po, mendoj që Ballkani është pjesë e Europës, edhe pa Ballkanin ku ishte ndërtuar Evropa, kështu që shtetet nordike kemi pak më larg edhe nga ana e ambientit klimatik. Po nëse i kombinon, del më e mirë prapë Ballkani. Në sociologji është një term hibrid perfekt, kur i kombinon dy kultura, ti përfiton shumë sedet bukura, për shembull, se përkatësinë ta marrim përkatësinë skandinave, për shembull, edhe humorin, edhe spontanitetin e ballkanazëve, diçka për shembull mikpritjen që turistët kur vinë sepse ka rasis të rri me shumë njerëz, derisa kam kriju këtë libër. Ne po them norvegjez, po pjesa veriore e Norvegjisë ka humorin si ne. Ata kanë shumë humor të mirë, edhe kanë dialektin e gjuhës që i përshtatet shumë mirë, ndoshta nga ajo jona që e flasim, pa përzi gjuhën standarde. Po ti shkojmë humorit ashtu si ka hije. Dialektet tona.
Lida në atë aspektin e kritikëve letrar, ka rastis libri tjetë në dorë të tij dhe nuk pyeta se kur ka dalë nga Shqipi në të edhe sa kanë arrit ta lexojnë edhe të kesh nga ata kritikët. Nuk e di tash, ne nuk kemi rastis librin ta lexojmë edhe pra të pyeta, a keni kritik letrar që ka ra, ka lexuar dhe tash mund ta jep nga ajo. Unë kam qenë shumë gjithmonë duhet të kesh filtra, sepse tash jetojmë me këtë në këtë kohën që gjithkush mundet bëj gjithçka, po gjithmonë duhesh të kesh parasysh filtrat, për shembull, kur e kam ilustruar dhe kur kam punuar këtë libër, kam marrë parasysh, kam përmbledh shumë gjana, po edhe e kam diskutuar këtë me shumë, për shembull, disa njerëz nga kulturat e ndryshme ballkanike. Edhe i kam thonë, a e keni edhe ju këtë, si është, am kupton, dua ta ceki këtë, po kam qenë shumë e kujdesshme, mos ta egzagjeroj ndonjë gjë, edhe pse satira edhe sarkazma kam pak egzagjerim. Po ka ekzemple nuk do të cenzorohet në realitet në drejtim, se atëherë nuk del edhe humbë origjinaliteti. Po duhesh të jesh shumë e kujdesshme, për shembull, se jo çdo gjë mund të shkruhet ose ta thuash me zë të lartë për shkak shumë gjanave, sidomos në Ballkan duhet të jesh shumë senzitive, është një temë duhet të jesh senzitiv në kulturë. Mirë, ke përfshirë i natin e Ballkanit apo jo në libër? I nati është patjetër, sepse unë mendoj se ballkanasit e kanë i natin edhe për gjërat mira e përdormi, po edhe për ato pak ma negative. I nati na bën për shkak se nga kjo i nati jo po mësojnë edhe tjerë tash. Kjo është një e mirë në realitet. Atë aspektin pozitiv mund ta marrin natin me veti. Satirën nëse nuk kanë pas humorin, ata mund ta blejnë, se ata nuk e japim pa lek. Përmes librës Lidës, atër mund ta marrin. Po, këto e shoh tamam ashtu e shohin një pasqyrë se kush jemi ne, me të vërtet. E tash lexoj disa vargje nga kjo ku në realitet do të ata dëgjues se shikues tanë që kanë dëshirë. Për ushqimin. Tash korrektën këtë punë në librit tënd, paska shumë fotografi të bukura këtu, apo për shembull bukën, këto që kjo faqem hasi tash këto In Bread We Trust që kam bërë, që është për shembull që çdo gjë fillon me bukë edhe mbaron. Kështu edhe pastaj pasulin na grosh nuk ka pa bukë kalush. Jo, absolutisht. Bile edhe ato orizin, mishë oriz si them, ne nuk ka pa bukë. Edhe byrekun me bukë jojnë. Nëse buriku e ka të përmbajtjet. Pastaj për të ceki disa më interesant që janë. Për shembull këto medicinën popullore, si e kemi për shembull nëse njëherë para se të shkojmë te mjeku, njëherë shërohemi me alternativë, për shembull. Sharing Strot, shiven shqipta se harrova ata gratë. Pak me hudër, pak me kep, me zi kepën, me qita aty. Pak me mish plum, pak me duhan. Me shkrini plume diçka, jo shumë fene, ceremoniat më ajën. Ka për ato magjin. Aty nuk kam. Unë po tregoj, jam tregu shumë është ashtu me filtra. Jam mundu veç ato që janë ma, për shembull, kjo depresioni që është që ti nuk mundesh për shembull të jesh asnjëherë vetë, gjithmonë dikush organizon diçka ose je i ftuar dikun që ti faktikisht duhet të marrësh pjesë, ti je pjesë e komunitetit. Edhe kjo na bën neve edhe se ne jemi të ngrohtë si njerëz, jemi shumë social. E për atë ndonjëherë kemi vështirë, sidomos njerëzit që vinë këto për një kulturë shumë të ngrohtë, shumë social, vinë me një vend që janë shumë të rezervuar, shumë të ftoftë, shumë me kornisa. Po ndodhi diçka pyetja e parë nga mjeku am thotë ke rezervuar orë tek psikologu. Po, ne psikolog jemi gjithë, këto e kam cek që ne jemi eksperta në çdo fushë. Ne si ballkanas. Për shembull, edhe pse nuk kemi ndonjë diplomë në atë fushë, ne flasim si kemi, për shembull, japim ide, edhe mendojmë që mendimi jon duhet të mirret parasysh. Vetë kemi pak tmet, siç kemi edhe shumë tmeta normal. Edhe jemi të sigurt edhe folim edhe folim aq bindshëm, se edhe këto e kam cek, folim aq bindshëm sa që nëse je edhe i sofistikuar me një fushë e lën edhe gjën tjetër person. Pastaj kemi këto festa që i festojmë me ato të vogla edhe ato të mëdha. Po, jo. Po tash nëse bëjmë kalendar atë na do të ishim gjerman ose skandinav. Po na e dojmë spontanitetin. A je për kafe? Edhe kjo na bën më të veçantë. A je për kafe? Do dalim. Nëse vetëm shkojmë me kalendar, edhe pse na tash jemi në këtë kulturë, pak a shumë jemi përshtatë dhe prap. Po preciz nuk jemi. Mundohemi.
plus minus gjysore vonohemi. Po mirë është, ti ke përshkruar këtë në libër shumë mirë, kështu që mund ta gjeni veten çdo secili ashtu. Po. Pastaj këto gjuhë që si ballkanas spaku 2 deri në 3 gjuhë ne i flasim. Nuk është tjetër në punë që kam cek që duhesh patjetër ta kesh një shok nga Ballkani sepse energjinë dhe humorin që ne e sjellim nuk mund ta gjesh gjithkund. Dhe për ushqimin që nëse për këtë mikpritjen e kam shujt më tepër, për shembull nëse ne të ftojmë për kafe ose diçka, ti lirisht mund të harrosh edhe ti lesh parat anash, sepse ne do paguajmë, ne do të kujdesemi për atë. Edhe pastaj kjo mikpritja që kur shkon me një shtëpi ballkanase duhet të mos hash buk, sepse atje do ngopësh, ashtu i ke gjitha. Pastaj për pagesat që shtyhemi, e kam cek edhe e këto një norvegjeze më tam. E kam një pyetje tha. Këto e ke shënu tha që 200 ditë keni diell. Po. Nuk e di si mund të jetoni ju këto. Am kupton sepse ajo e kishte vizituar Shqipërinë dhe pastaj bisedonim edhe thashë po. Ne përshtatemi. E kemi diellin me vetë. Kushteve klimatike ne përshtatemi me vitaminën D2. Do ta cekë kështu. Kam përshtypjen që ne ndajmë shumë histori, për shembull ne si ballkanas se kemi historinë dhe kemi shumë sfida gjeopolitike flas. Por sa i përket tipareve morale, zakoneve, edhe ata kush jemi ne, ato mbesin pa prekura, sepse vim nga një rajon që me të vërtet si njerëz, unë vetë e kam vrejt këtë gjatë udhëtimeve, gjatë jetesës që e kam bëna për shumë vende, në për Ballkan që ne ndajmë shumë gjanat përbashkëta. Mbi krejta ato sfidat e historinë që e kemi, ne jemi shumë tafërt mënyrën se si jetojmë, mënyrën se si përballemi me përditshmërinë. Kjo na bën po që ta njohim njëri tjetrin me dhe ta kemi sepse dhe libri nuk bën ndonjë ndasi ose diçka, nuk prek ndonjë temë. Ndoshta libri na ofron, qofse kem bën ndasi për këto vite. Po përmes librit tuaj mund të afrohet dikush ta gjen veten aty se kështu e kem pas, edhe do të vazhdojmë në drejtim po. Po, tash për shembull kisha një takim me një kroate dhe më tha që ne faktikisht nuk e di sa përfshihemi në Ballkan, po prap kur e shfletoj librin ta këtë e kemi, po edhe ju i keni shumë gjana. Kështu që unë e kuptoj ku jemi si jemi, por në përgjithësi na lidhin shumë gjanat përbashkëta, kështu që vetëm Slovenia nuk e di nëse e quajmë prap pjesë e Ballkanit janë pak më evropian. Ma evropian, po ashtu e kanë edhe gjeografikisht janë pak më afër. Po dhe klima alpike ndoshta i ka ndihmuar të jenë pak simili. Edhe ata kanë ngre Ajvari Argeta si na kretë. Po patjetër Vegeta. Austriak për shembull. Jo, absolut. Vetëm e maskojnë, për shembull si shumë artista janë të mirë. E maskojnë, po është fasadë ne i themi. Është një farë fasade që për shembull edhe këto e kanë vrejt. Njerëz që imigrojnë për shembull këto, e kanë një farë kompleks inferiori kulturor. Edhe vrej shumë edhe kjo më pengon se dojnë të asimilohen për shumë shpejt, edhe është diçka që me të vërtet është dhimbshme, sepse fillojnë nga gjuha, duke mos e përdorur, pastaj mundohen të bëhen një kopje e diçka që nuk janë, dhe kjo është me të vërtet përfundon si kopje e keqe, faktikisht shkëputen prej identitetit, shkëputen prej rënjve. Unë jam pro integrimit, edhe duhet të integrohesh, po jo ta humbasësh identitetin edhe të harrosh se kush je, edhe sepse kjo nuk duhet me konin burën me çato që për shembull edhe atë librin e Bontonit me Lon aty deri mas e lexon një kohë ose përdor. Po. Do isha me vetë kështu, për shembull kur folëm për te komuniteti aty, ti ke ardhur 2017 edhe tash me siguri që taku plot shqiptar. Sa je në ngjarje me komunitetin shqiptar, për shembull me shoqata, me njerëz, me organizata rjete kështu. Fillimet e mia nuk kam qenë përfshirë, ta them drejtën, sepse kam pas kam qenë më shumë në atë pjesën e integrimit që jam rrethuar më shumë me popull, për shembull më shumë me norvegjezë, kështu se kam dashur ta mësoj gjuhën më shpejt, të integrohem më shpejt me një fjalë. Po tash e kam bërë edhe një klub leximi,
që është që 2 muaj, për gjithë ato lexues që dëshirojnë të marrin pjesë, për shembull është diçka spontane, është diçka që na lidh me letërsinë, është diçka jashtë filtrave. Për shembull, sepse ne çdo ditë flasim gjuhë tjetër, lexojmë libra nga më të ndryshmet prej për shembull norvegjisht, anglisht, dhe letërsia jonë është shumë e pasun. Ne jemi rrit, për shembull, unë kam shumë nostalgji për letërsinë shqipe, sepse jemi rrit me rilindasit, jemi rrit dhe kemi histori, me të vërtet kemi një letërsi shumë të pasur, dhe pse jo të largojmë pak nga përditshmëria, edhe ashtu një gjë spontane e bukur, edhe të lexojmë diçka bashkë, me ndonjë kafe shqip. Ku ndodh kjo edhe për shembull cilat ditë janë? Zakonisht një herë në muajt, edhe e kemi edhe faqen në Facebook, kështu që për gjithë ata që janë të interesuar munden. Është diçka në faqe? Zon Reading Club është. Po. Edhe besoj që do të jetë diçka interesante. Është muaji i dytë tash verës do ndalemi për shkak pushimeve, por pastaj prap në shtator do fillojmë. Bëjmë diçka se jo. Çfarë responsi keni deri tash? Mirë, është mirë. Nuk e kemi shpërndar shumë për shkak se mos po bëhet kanagjer. Paka shumë vetëm ata që janë me të vërtetë që dëshirojnë. Kjo është një orë letrare, a kupton? Si një orë letrare. Ashtu lexoni nga punimet e çdo secili që janë, apo lexoni nga shkrimtar të ndryshëm? Kemi filluar, për shembull, secili mund ta sjell një fragment, një poezi ose një diçka. Pastaj me shkrimtar do fillojmë prej rilindazve, mund pastaj deri te Dritra Agolli, te Ismail Kadare, kështu do shkojmë me radhë. Edhe pse jo të mos shkëmbejmë ide, edhe të jetë diçka, për shembull, se shumica ka autor të ri, ka autor të vjetër që për shembull nuk i njohin, sepse ka njerëz që kanë jetu këto, kanë lind këto dhe nuk janë shumë të afërt me letërsinë shqipe. Kështu që do shkëmbejmë dhe libra, për shembull, ndonjë libër që mua më ka lënë mbresa, për shembull do t'i shkëmbejmë me zvete, dhe se jo është një ide shumë e mirë, dhe ta shohim si do të ecë. Shumë mirë. Dhe po tani dhe jam për shembull, se më pyetët për sa jam e përfshirë në këto, marr pjesë në shumë evente edhe me të vërtet jam shumë e lumtur për që jam përfshirë më tepër edhe po normal. Ne kishim malush lidhën dy takime të rëndësishme, ishte pavarësia e Kosovës në kuadër të ambasadës, ishte me veshje kombëtare, u dallu nga të gjithë, por ja që nuk mund ta vrejun se është lidh apo është dikush tjetër, edhe tash pas tesës kur ban Alushi për në emision, edhe po Alush kjo ishte atje ishte tek ambasada, po ishte edhe tek mesha e Don Lushi që ishte këto në Norvegji, edhe ishte kënaqësi në atë që për herë të parë ne gjetëm një përfaqësues kishës katolike që të jetë pjesë e emisionet tona dhe dulëm familjarë në atë. Kjo ishte edhe një kënaqësi e dyfisht. Atëherë, Lida, na ka dalë afrume edhe të fundi, kemi edhe musafir e tjerë normal që ti kemi edhe ata, një ku ndrojmë temë, sepse kemi botrorin, sidomos futbolli është tash vlojmë na krejt. Është shumë kënaqësi e madhe edhe nder që erdhe edhe u njoftuam me Lidën, tash kemi njoftuar Lidën. Libri është online, Meet the Balkans, përndryshe ne do ta promovojmë atë libër më shumë. Edhe është mirë për shkakun të treguar edhe shokëve miqve norvegjezë kështu, për ata është shumë interesant normal. Të njëjtën kohë shumë shpejt ne do ta bëjmë iniciativën që ta kemi edhe në bibliotekat norvegjeze këtu. Onë bën që mund ta lexojnë ata që janë në biblioteka ose të shkojnë në bibliotekë dhe gjejnë. Në njëjtën kohë kjo është fillimi me Lidën, me siguri do ta shihni shumë herë Lidën edhe më shpesh. Edhe ka dalë tash ajo hini në listën e podcastit, kështu që do të fillojmë edhe me Lidën, ka dalë të bëjmë edhe podcast në tema më të thellume, më amrana atje, më na tregu shumë. Do të shpjegoni librin nga faqja e parë deri në fund. Deri në fund, domethënë edhe shumë sa të tjera. Ne falenderojmë shumë që erdhe, edhe të urojmë shumë suksese, neve na ki për mas çdo kohë për diçka që duhet të çam mundem na me kontribu, edhe në projektet e tuaja, por edhe në gjëra tjera, në njëjtën kohë je gjithmonë mirëseardhën edhe në studion Radio Linjës. Faleminderit shumë, edhe për ftesën, ishte kënaqësi, edhe për përgatimin për punën që e bëni. Faleminderit shumë. Jemi mirënjohës çdo secilit që pranon me ftesën të jetë në emisionet tona, kështu që Radio Linja është e juaja. Faleminderit shumë. Suksese. Faleminderit. Në çdo hap
në çdo frymarrje. Radio Rilindja është gjithmonë pranë jush, me meloditë përqafojnë shpirtin dhe tinguj që prekin zemrën. Ne sjellim emocion dhe bashkim, emëri vetëm qëndrese përbasht. Radio Rilindja, zemra që ra për çdo shqiptar.